Aksi rrugor Shkodër-Koplik konsiderohet si një ndër segmentet me rrezikshmëri të lartë për aksidente, duke regjistruar shpesh ngjarje të rënda rrugore me pasojë edhe humbje jete, ku më i fundit ishte një ditë më parë, pranë fshatit Grish. 3 automjete përplasen me njëra tjetrën dhe si pasojë ndroi jetë një nga pasagerët, ndërsa të plagosur mbeten drejtuesit e automjeteve. Aksi Shkodër-Koplik mbeten një ndër segmentet më problematike sa i takon aksidenteve, ku shpejtësia tej normave të lejuara dhe mos respektimi i sinjalistikës rrugore janë dhe arsyet kryesore të aksidenteve. Të ecin jashtë normave, jashtë rregullave, edhe mirëboll që kanë hik policinë se i ka panon vend pa vend, sidomos para bizneseve, por edhe ecin pa përgjithshëm shoferat. Nuk respektohet sinjalistika? Nuk respektohet. Tash duhet më nërgjësua si me kanë më të rregull shofera dhe më... Aksidente ndodhen se shoferat pinë alkool, ecin edhe shpejt. Sinjalistika është e dobët në të Shqipërinë, jo vetëm këtu. Sinjalistika, kur dalin ata ekspertët e sigurisë rrugore, ata i hedhin poshtë gjitha ata rrugë që kanë bë. E qosin në superstrada, mua e qosin. Në Shqipëri e vështirë. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë, policia rrugore rekomandon ndaj drejtuesve të automjeteve të kenë kujdes, shpejtësi të reduktuar dhe respektim rigoroz të rregullave të qarkullimit në këtë rrugë.